Fatmirësisht po, unë vetëm do t'ju them disa çështje më kryesore, sepse në baza ditore në për çdo ditë me institucionet ballafaqohemi dhe mundohemi që t'i zgjidhim problemet, por ato që janë më kryesore, unë jam i kënaqur që me disa iniciativa që ka ndërmarrë Avokati i Popullit. Iniciativa e parë që ishte ndryshimi i rregullativës për energji, që solli deri te ndryshimet për mënyrën e leximit të ormatësve të energjisë elektrike, sepse u ballafaqohen me një realitet që në periudhën e kaluar jepeshin fatura paushale, pa u lexuar ormatësit me vite të tëra, sepse në bazë të ligjit ekzistues dhe rregullativës ekzistuese, operatori kishte obligim vetëm një herë në vit të lexon një orë elektrike dhe qytetarët zhyteshin në borxhe të thella pa mundësi për të paguar faturat e tilla, ndërsa operatori pas një viti kthente nëse kishte paguar më tepër. Këtë çështje me iniciativën tonë, Komisioni Rregullator e korrigjoi dhe veprimet janë pozitive në këtë drejtim. Numri i ankesave në atë plan në drejtat e konsumatorëve është ulur në mënyrë drastike. Jam po ashtu i kënaqur me iniciativën për ndryshimet ligjore në ligjin për marrëdhënie obligative dhe ligjin për përmbarim dhe ligjin për punë financiare. Ne gjatë punës tonë konstatuam se qytetarët vehen në pozitë jashtëzakonisht të rëndë financiare si rezultat i kamatave të palimituara në procesin e përmbarimit para përmbaruesve. Dhe ne kërkuam në raportin vjetor të vitit kaluar, paralajmërova dhe e ngrita iniciativën për ndryshimet e këtyre ligjeve. Dhe për hir të vërtetës duhet të them që qeveria nuk shfaqi ndonjë gatishmëri, na informoi se iniciativën do t'ja përcjell Komisionit pranë Ministrisë së Drejtësisë, i cili punon në ndryshimin e Kodit Civil. Kod civil i cili nuk po sillet që 15 vite, që është në përpunim e sipër dhe asesi të sheh-dritë, por në bashkëpunim me deputetët, iniciativën e pranuan deputetët dhe në procedurë të shkurtuar, deputetët ngritën iniciativë për ndryshimin e të 3 ligjeve dhe arritën që në ligjin për marrëdhënie obligative kamatën ndëshkuese ta limitojmë deri në lartësinë e borxhit kryesor, sepse kishim situata absurde që kamata paraqitej 3 herë më e lartë se sa borxhi kryesor. Dhe shpeshherë kishim raste të një absurdi unikal që borxhi madje bartej në trashëgimtarët e personit i cili ndërkohë ndronte jetë. Ligji pra vën një plafon që shpresoj nuk është më dëm të debitorëve, kreditorëve, por nuk i dëmton edhe debitorëve. Po ashtu në procedurën e përmbarimit bëm 2 propozime, të cilat po ashtu Parlamenti i pranoi, që të kufizohet edhe afati i tjetërsimit të lëndëve, apo vjetërsimit. Sepse kishim situatë kur kreditorë të caktuar i mbanin urdhëresat për pagesa 10 vite, në ndërkohë për 10 vite të tubohet kamat e cila pra nuk ishte limituar dhe 1 muaj para skadimit të afatit të paraqet në përmbarim dhe qytetarët futeshin në borxhe deri në fyt. Ligji e kufizon në afatin e tjetërsimit të këtyre lëndëve deri në 5 vite dhe në qoftë se një akt i plotfuqishëm dhe përmbarues brenda 5 viteve nuk ushtrohet për të përmbaruar, ai tjetërsohet dhe nga ana tjetër ai le ta mbajë 5 vite aktin dhe mos ta aktivizoj, por kamatën nuk do ta ketë pa limituar dhe ajo do të limitohet deri në shumën e borxhit kryesor. Te sfera e punëve financiare, po ashtu jam i kënaqur, sepse arritëm që këto shoqëritë financiare, të cilat japin të ashtu quajtura kredi pa kamate, po të shpejta, shpeshherë në administrimin e këtyre kredive paguanin
shpenzime të shumë fishta më të larta se sa kredia që merren nga qytetarët. Duke pas parasysh faktin se shfrytëzues të këtyre kredive janë zakonisht raste sociale, të cilët në momente të caktuara nuk kanë as 50.000 denar ose 30.000 denar dhe u drejtohen këtyre shoqërive, ata veshin në pozitë falimentuese. Edhe këtu arritëm që 3 çështje t'i definojmë. Spare, mos mundet në të njëjtën shoqëri financiare të jepen 2 kredi për të njëjtin person. Dhe sidomos jo kredi të ditë për të mbuluar kredinë e parë, sepse në këtë mënyrë qytetarët gjithnjë më tepër fundoseshin. Arritëm që ta shtojmë transparencën e punës së këtyre shoqërive dhe asnjë shoqëri nuk mundet të jep kredi pa e njoftuar në mënyrë me shkrim ose formë elektronike qytetarin për obligimet që i merr me rastin e lidhjes së marrëdhënies kontraktuale me këtë shoqëri. Dhe e treta, arritëm që mbikëqyrja e këtyre shoqërive të jetë në kompetencë përveç Ministrisë Financës edhe Bankës Botërore. Sepse nga informacionet që i kemi marrë në ushtrimin e funksionit ton, erdhëm deri te një konstatim frapant, se nga gjitha mbikëqyrjet që ka bërë Ministria e Financave, në 90% të rasteve janë konstatuar shkelje të regulativës. Kuptohet që ka edhe iniciativa tjera të cilat shkojnë në funksion të përmirësimit të aktiviteteve dhe fundit është që para 3 ditëve jam drejtuar qeverisë me një iniciativë për ndryshimin e akteve nënligjore të ligjit për përmbarim, në të cilin propozoj që të ndryshohet një akt nënligjor i cili rregullon formën e formularëve të punëve të përmbaruesve, i cili sipas mendimit tim shkel rënd të drejtat dhe liritë e njeriut. E bëhet fjalë për këtë. Në vendimin për përmbarim të përmbaruesit, në fund duhet të ketë edhe një udhëzim juridik, se pala e pakënaqur në afatin e caktuar mund të ushtrojë prapësim respektivisht ankesë deri te gjykata përkatëse. Fatkeqësisht, formularët ekzistues që Ministria e Drejtësisë në vitin 2019 i ka përpilu, nuk shkruan në afati brenda të cilit qytetari ka të drejtë të ankohet, por e udhëzon që ushtrimin e prapësimit të bëjë konform ligjit për përmbarim në 186. Ne kur e dim se pjesët dërmuese, mos them 99% e qytetarëve juridikisht janë të pa edukuar dhe nuk kanë obligim që ta njohin rregullativën, ata detyrohen që të telefonojnë te përmbaruesi, te Ministria e Drejtësisë, te ndonjë advokat, në vend që thjesht të thuhet se pala e pakënaqur në afat prej 3 ditor, ashtu siç e parashë ligji, ka drejtën e ushtrimit të ankesës. Dhe shpresoj se qeveria do të pranoj këtë propozim, sepse fatkeqësisht Ministria e Drejtësisë na u përgjigj negativisht me pretekstin se qytetarët kanë edukatë mjaftueshme juridike që absolutisht nuk mban. Tek e fundit, s'po të ndiqej ajo logjik. Asnjë akt gjykim, asnjë vendim administrativ në udhëzimin juridik nuk do ta shkruajnë të afatin brenda të cilit mund të ushtrohet ankesa. Mund të supozoni situatën kur një dënim me burg përfundon akt gjykimi dhe ti i thu se ke drejt ankese konform ligjit për procedurë penale. Absurd i llojit të vet, dhe kjo mendoj se nuk është e rastishme. Dishoj personalisht, argumente nuk kam, se kjo është bërë me qëllim, në mënyrë që vendimet për përmbarim të bëhen plot fuqishme dhe qytetarët mos kenë mundësi për t'i ankimuar pranë gjykatave, dhe në këtë mënyrë të rritet efikasiteti i përmbarimit, respektivisht kreditorët dhe përmbaruesit të jenë më efikas. Por nuk ruhet në këtë rast edhe interesi i debitorit, i cili vehet në situatë që mos mund në fatin e paraparë të bëjë ankimin.